Përshëndetje miq të Radio Eani dhe mirë se vini në Biofolk. Sot kam kënaqësinë dhe nderin të kem të ftuar një artiste mjaft të njohur të muzikës popullore tradicionale shqiptare, një këngëtare që vërtet është mjaft e suksesshme në këtë dekadë që është në tregu muzikor, por edhe në aktivitete të ndryshme si brenda dhe jashtë vendit. Kënaqësi që kam sot në Biofolk artisten Vojsava Alia. Vojsava, shumë i nderuar që të kam në Biofolk. Kënaqësi dhe për mua, faleminderit për ftesën. Dhe kemi komunikuar më duket shumë më përpara dhe mezi e kam pritur këtë rast që të falenderoj që më prite. E di që më ke prit gjatë, por nga kërkesa e punës. Vojsava, dua ta nis bisedën si fillim mbi nisjen e aktivitetit tuaj muzikor. Një artiste që ke studiuar për kanto, e ke nisë në muzikën e lehtë shqiptare dhe ke kaluar tek muzika popullore. Si e nisë rrugtimi me muzikën? Kam studiuar studimet për kanto në Gjirokastër, në liceun artistik. Normalisht fillimet kanë qenë për muzikën klasike, sigurisht, dhe mbarimin e shkollës ëndra, nuk do thoja si e çdo të riu, por kryesisht e çdo të riu është që të merret me muzikën moderne, ndoshta është më afër adoleshencës, ritmet moderne janë më afër me këtë moshë edhe ju përkushtova disa kohë, por të them të drejtën për shumë arsye nuk është se kam gjetur plotësisht veten. Vazhdojnë të më pëlqejnë dhe të mos nuk e kam lënë pas dore. Por me rritjen me maturimin tim, pastaj kuptova që diçka tjetër do më vlete më shumë dhe u profilizova tek muzika tradicionale. Por para se të kalojmë tek muzika tradicionale, ti je angazhuar dhe në muzikën e lehtë, qoftë në disa kompeticione si Kënga Magjike, Top Festi dhe pra, ke provuar me muzikën e lehtë dhe pastaj ke kaluar tek muzika popullore. Si ishin këto eksperienca? Të bukura, të parushme dhe jam e lumtur që i kam zhvilluar, besoj dhe në kohën dhe në moshën e duhur. Edhe kam shijuar më shumë, se ndoshta tani në këtë moshë do dukeshin si eksperimente, jo eksperienca për mua. Sa e vështirë ka qenë për ty që të kalosh nga muzika e lehtë tek tradicionale popullore? Ka pas atë fazën e tranzicionit, sepse bashkë me rritjen do duhet të njohësh veten, të pranosh ndryshimet tek vetja dhe pastaj kur ti profilizohesh ajo bëhet edhe profesion bashkë me pasionin dhe duhet të bësh mirë llogarit se ku do investohesh që investimi në fund do të kthehet deri diku mbrapsh. E ke trashëguar muzikën popullore nga familja? Sigurisht. Pra kënë familje që kanë kënduar, janë marrë me muzikë? Në familjen time të gjithë kanë vesh shumë të mirë muzikor. Nga mami, kryesisht kanë kënduar më së shumti në çdo fest familjare, jo se nga babi jo, po këta dhe mamit kanë qenë pak më të lidhur, domethënë dajot, kështu, kanë kënduar muzikën polifonike. Edhe që në vegjëlisht kultivuar pa kuptuar nga ana ime, por ja që kur rritesh ajo del si një gjë e natyrshme e jotja. Në lidhet pastaj. Ke provuar të këndosh polifoni, pra qoftë familja apo po nuk shpëtoj, unë pak këndoj polifoni, çdo herë që më lidhem me familjen. Është Gjirokastra dhe më duket ke edhe pak lidhje me Tepelenën apo jo? Po unë me origjinë të dy prindrit i kam nga Tepelena dhe këtë bën mirë ta dëgjoj sepse po Tepelena Gjirokastra është një zonë aty. Po kur janë martuar, janë vendosur në Gjirokastër dhe ne jemi lindur rritur në Gjirokastër si fëmijë. Po të dyja këto qytete kanë lëvruar dhe vazhdojnë këngë polifonike. Sigurisht, kanë thesare të këngës polifonike. Ke një dekadë që lëvron muzikën e vërtet popullore tradicionale. Sa këngë që janë bërë deri tani? Nëse i ke numëruar apo pak a shumë? Nëse zgaboj diku tek 60 këngë të krijuara, të kompozuara, të publikuara. Pra janë krijimtariere të 60-ta? Po, 80-90% e këngëve janë krijimtari e re, një 10% është rikthim i perlave të thesarit tonë folklorik. Dhe unë në fakt në fillim të prezantova, por jo si kantautore, do ta them tani që vjen e kantautore, ju krijoni dhe muzikë vet, por edhe tekste shkruani vet. Dhe kjo është një armë forte një artiste. Unë jam rritur në studio. Jam rrit me muzikë të mirë dhe kur edhe e prodhon vetë materialin muzikor, automatikisht i e ruan edhe materialin edhe veten dhe kujdesesh pak më shumë. Nuk dua të prek askënd që se ka ndoshta mundësim për të patur secili studion e vet, sepse të gjithë që bëjnë investimin e tyre
pa diskutim që krijojnë kushtet më të mira dhe zgjedhin ambiente më të mira për të krijuar dhe për të marrë materialet e tyre, por kur ti e krijon vet nga gjeneza, nga qeliza, madje kur krijon edhe për të tjerët, ka një lloj ndjesie të veçantë. Besoj më kuptojnë ata që edhe e krijojnë, jo vetëm e blen një material nga dikush tjetër. Një këngë që ti krijon vet, muzikën dhe tekstin, është teksti apo muzika që e krijon të parin? Për të shkuar pastaj më njëherë. Kryesisht, një punë e ardhur mirë është e filluar nga teksti, sepse teksti krijon ndjesitë në baza të caktuara të fabulës për cilën shkruajmë. Pra nëse ne kemi të bëjmë një këngë dashurie të lumtur të një çifti që jetojnë dashurinë e tyre, automatikisht të vjen në përmend fusha energjisë për melodinë që do ndërtosh. Që kështu nga teksti, por nuk i mohoj që më kanë ardhur një melodi dhe e kemi regjistruar ashtu në mënyrë amatore derisa kemi shkuar në studio dhe të finalizuar. Vojsava, sa e vështirë ka qenë për ty që ta ruash të pastër traditën këngën në këtë treg të vështirë muzikor? Mendoj që e vështirë është për të gjithë, por kur profilizohesh, vetë rruga dhe eksperienca e punës të mëson. Të mëson që të bësh diferencën me detajet përcaktuara. Bashkëpunimi juaj është me kompozitorin dhe orkestruesin e famshëm e njohur Vani Rushiti. Si gjithmonë, prej 17 vitesh. Këngët i keni dhe ky është fat i madh, kuptove? Sigurisht, ne kemi një kimi profesionale vërtet të jashtëzakonshme. Pra, merrni jepni mendimin njëri tjetrit, ndoshta ka dhe Vani edhe shko jemi shumë barabartë. Ai e kombinuar me njëri tjetrin. Sepse edhe Vani edhe unë kemi të njëjtin botë kuptim. Edhe shkruajmë, edhe kompozojmë të dy. E vetmja gjë që unë s'bëj është që nuk orkestroj, por që jam gjatë gjithë kohës asistoj në gjatë kohës që Vani punon, orë të gjata në studio, jap mendimin tim dhe ma dëgjon mendimin tim, edhe në fund mendojmë që nxjerrim një produkt që të paktën ne mendojmë që na pëlqen. Deri tani ke sjell vetëm këngë solistike apo ke bërë dhe bashkëpunime me këngëtar tjerë? Jo, kam sjell vetëm këngë solistike. Para shumë vitesh kam bërë 2 duete të hershme, një mos gaboj, por më shumë jam solistike akoma, s'kam menduar për një. Dhe ke krijuar emrin e mirë se këngë solistike, padyshim. Faleminderit. Nëse nuk do të kishe zgjedhur si profesion, se tashmë është profesion, ke studuar për këtë gjë dhe është profesion, përveç se pasion këngën, çfarë do të kishe zgjedhur si të dytë për rezervë? Derisa kam qenë 8 vjeçare, pas zgjedhur të profilizohesha në një lice artistik, kam pasur dëshirë të studioj për mjeksi, për kardiologji, kryesisht. Por gjëja u diferencua në momentin që zgjodha të shkoja në lice, e më mbrapa, nëse do më pyesësh sot që nëse do ta lë muzikën çfarë do bëj, do zgjidhja kuzhinën se më pëlqen gatuaj. Me të vërtet? Po. Se studimet për mjeksi nuk i do ta gjej kështu. Po, mendon të del koha tani për të gatuar, për të bërë gatime me këtë koha që ke zgjedhur. Pas më del të bëj shumë gjëra që do doja t'i bëja për veten time, por sa herë gjej mundësinë e shijoj kohën në kuzhinë, realisht. Çfarë kanë tradit gjirokastritët në fushën e gatimit? Petën, byrekun, brumin. Dhe ju dini? Sigurisht, po. Byrekun e hollojmë vetë. Dhe tani kjo fushë e gatimit ka mbet si hobi, besoj se s'mund të bëhet si profesion. Sigurisht, pas njerëz si dihet. Një të ardhme ndoshta. Mendon se ke bërë zgjedhjen e duhur që të jesh artiste këngëtare? Unë mendoj që më ka zgjedhur ky profesion edhe e falenderoj Zotin që e shijoj këtë profesion dhe që jam deri këtu ku jam dhe kam një publik që më do dhe më shton energjinë dita ditës. Dhe unë vura re tek këngët që ke publikuar në kanalin tuaj personal të YouTube-it, komentet të gjitha pozitive, padyshim, por më vura re komente që thonin që Vojsavën e duan jo vetëm nga jugu, se këndon këngë ju, por e duan dhe nga veriu, edhe nga Kosova, sidomos nga Peja. Ndihem e bekuar dhe e vlerësuar, sinqerisht nga publiku që më ndjek. Unë kryesisht kam investuar në muzikën folklorike të jugut, por në live mundohem që popullit ti servir muzik nga të gjitha trevat shqiptare. Aq sa unë mundem dhe vokalin përgjigjet. Si ndjehet Vojsava përballë një publiku dashamirës kur këndon live, qoftë brenda dhe jashtë vendit? Emocionuar gjithmonë, por vetëm emocione pozitive dhe shumë dashuri. Këngët tuaja kanë arritur miliona klikime.
në kanalin YouTube dhe këtë duket suksesi një artist. Faleminderit. Ky është një investim i mirë që ke bërë këto 10 vite dhe do vazhdosh padyshim pra për ta bërë në vazhdimsi, sepse kur sjell gjëra të bukura të duan padyshim. Edhe kur ruan vërtet traditën folklorike që është një traditë që nuk duhet ta humbim se këtë kemi. Folklori. Folklori është identiteti i çdo kombi, mendoj unë, paktën në pjesën artistike. Vojsava, e ke veshur ndonjëherë kostumin popullor? Sigurisht. Qoftë të Trevës Gjirokastës. Kam veshur të Lunxhërisë. Sepse unë jam rritur në zonën e Lunxhërisë, në një fshat të quajtur Valare. E pëlqen kostumin? Sigurisht. Kam investuar dhe kam bërë jo më pak se sa 8 kolazhe të risjella të këngëve tona shumë bukura folklorike dhe të 8 këto këngë unë i kam sjell dhe përcjell me kostumet e tyre përkatëse. Popullore gjithmonë. Aktiviteti juaj muzikor nuk është i përqendruar vetëm brenda kufive Shqipërisë, por edhe jashtë. Në cilët vende ke shkuar më tepër për të dhënë koncerte? Në Europë, po, në Amerikë, po. Këtë vit shkojmë dhe në Kanada. Në shumë vende në fakt, kudo edhe Shqipëria më është dukur vërtet e madhe, jo e vogël, sepse kemi vajt në përvende të panumërta dhe ka pasur një prurje të jashtëzakonshme shqiptarësh dhe që nuk e mendon që mund të ketë kaq shumë shqiptar të përqendruar edhe shumë larg Shqipërisë si pozicion gjeografik. Nëse ke vënë re ndryshimin e publikut të Shqipërisë atij shqiptar që jeton jashtë, ka ndonjë ndryshim domethënë nga mënyra e mikpritjes? Po shqiptarët që janë jashtë Shqipërisë janë pak më të përmalluar për ne që vim nga këtu, për muzikën, muzika është një pjesë e shërimit të shpirtit të tyre, sepse gjejnë veten nëpër këngë malli, nëpër këngë kurbeti, këngë dashurie, këngë për familjen, dhe e shijojnë pak më shumë. Jo se ne këtu e shijojnë pak më pak, por ndoshta ata e vlerësojnë pak më shumë. Një pjesë e aktivitetit është dhe dasma, gëzime familjare. Sigurisht. Nëse ke martuar, kanë krijuar shumë me zërin tuaj, me prezencën tuaj. Pafund. Si e ndjerë në prezencë çifteve që janë martuar? Dasmat vazhdojnë të jenë prioriteti, them drejtën, është zona më komode e imja. Jo se koncertet jo, ndihem vërtet e familiarizuar. Në çdo vend ku kam shkuar, më kanë mikpritur dhe jam vërtet falënderuese. Por të marrësh pjesë në gëzimin e një çifti, në kurorëzim në një dashuri është bekim, ti merr vetëm emocione pozitive, ndjen veten po aq të bekuar sa ata dy që po martohen. Në 10 vite, pra një arkiv të madh muzikor, ke menduar për ndonjë koncert recital live? Po, në fakt, ka ardhur koha. Ka pak kohë që e kemi menduar koncertin recital. Është një trofe për çdo artist, mendoj. Por duhen të gjithë komponentët e bërë gati, jo vetëm koha, mendoj që janë disa komponentë që duhet i bëjmë gati që të realizojmë diçka të bukur, që të kënaqemi edhe ne vetë, po edhe publiku sigurisht. Nga këngët që ke publikuar dhe që kënton në evente, unë do të dëshiroja, dhe ndoshta kjo është dhe kërkesë e publikut që na ndjek dëgjuesit dhe shikuesit, ndonjë refren nga këngët tuaja ndoshta më të njohura, më të kërkuara? Po, në fakt ato këngë të cilat unë nuk i ndaj dot në asnjë event edhe gëzim familjar, i kam quajtur dhe këngët e shpirtit. Janë Xhani moj vito dhe kënga që përmendë ty pak më parë, Çoban shta dëgjova zën, që kështu unë do në Çobanin për kënaqësinë tënde, se ajo të kishte ngel pak në mendje. Çoban shta dëgjova zën për te në shullë, Çoban shta dëgjova zën për te në shullë. Shumë e bukur. Dhe unë e kam dëgjuar shumë herë këtë këngë, që kishte marrë gati mbi 14 milion klikime. Është dëgjuar mjaftueshëm. Dhe klipi shumë i bukur realizuar. I thjesht, por brenda kulturave të këngës, kuptohet. Edhe kjo është këngë e re, besoj, ë? Jo, kjo është risjell, kjo është këngë e risjell e polifonisë. Edhe realisht unë dua të bëj një falënderim për të gjithë ato artistë që na kanë lënë vërtet të sarit të mrekullueshme, si në tekste, si në melodi të muzikës folklorike e polifonike. Unë uroj që të ketë shumë artistë si juve për ta ruajtur me kaq fanatizëm muzikën e vërtet popullore dhe je për të vlerësuar për këtë gjë. Është vërtet kënaqësi kur
rrugtimi ecën në rrugë të mbar për të ruajtur vlerat kombëtare të kësaj pasurie që ne e kemi dhe dua ta mbajmë fort, sepse prezantohemi kudo në botë me folklorën edhe me muzikën popullore. Vojsava, aktivitetet në vazhdim, do kesh besoj koncerte jashtë apo? Sigurisht. Edhe sezoni i gëzimeve familjare është, edhe pse dasma bëhen në pranverë. Po, sigurisht, por më së tepërmi të përqendruara janë në muajt e verës, kurse muajt e dimrit i kalojmë më shumë jashtë shtetit, jemi me koncerte. Pra është krijuar një lloj ndarje që muajt e dimrit nga tetori deri në të paktën në qershor jemi me koncerte brenda dhe jashtë vendit, kurse korriku, deri në shtator, tetor jemi me dasmat në Shqipëri. Po ndonjë projekt ri muzikor të afërme? Po sigurisht jam duke përgatitur një projekt shumë interesant. E lëm surprizë. Po do ta lë surprizë. Së fundi një përshëndetje për dëgjuesit dhe shikuesit e emisionit Biofolk dhe mik dhe fansat tuaj. Do t'i përshëndesja të gjithë, sigurisht, do t'i falenderoja me zemër që suportojnë, ndjekin dhe dëgjojnë muzikën e bukur folklorike shqiptare, dhe sigurisht do t'i falenderoja edhe ty për suportin që jep muzikës folklorike, se në fund të ditës ai është identiteti jonë dhe kemi nevojë për mbështetje. Ishte kënaqësi që të kisha në Biofolk, shëndet në parë dhe shumë sukses. Gjithashtu, faleminderit. Miqtë e Radio Ejani, ishim në Biofolk me artistën e mirënjohur Vojsava Alia. Unë falenderoj për vëmendjen, një falënderim edhe për Art Hotel që na është bërë si studio e programit Biofolk dhe stafin e tij të mrekullueshëm. Do takohemi së bashku në programin e radhës me një artist apo artiste tjetër sërish në Biofolk.